Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengo ka reaguar ndaj shqetësimeve të ngritura nga Serbia për marrëveshjen ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, duke cilësuar atë si një bashkëpunim sovran dhe të natyrshëm midis aleatëve. Sipas tij, ky partneritet synon në rritjen e kapaciteteve mbrojtëse dhe për shpejtimin e integrimit të Kosovës në mekanizmat rajonal dhe euroatlantik. Si aleat, kemi një vlerësim të përbashkët mbi kërcënimet që pengojnë të ardhmen europiane në rajon, ndaj kemi vendosur të bashkëpunojmë për të forcuar mbrojtjen tonë dhe për të mbështetur integrimin e Kosovës në mekanizmat rajonal. Tha Vengo, ai shtoi se Serbia, e cila ka bojkotuar nismat rajonale për 2 vite, nuk mund të pretendojë të ndikojë në konsultimet shumëpalëshe. Ministri thekson se Shqipëria nuk ka traditë të marrëveshjeve të fshehta kundër fqinjëve dhe s'është e gatshme të publikojë dokumentin e nënshkruar. Në historinë e saj, Shqipëria nuk ka precedent marrëveshjesh ose traktatesh të fshehta në dëm të fqinjëve, siç e kanë pasur shtetet e tjera, por rrjedhoi krahas kurreshtjes së ekspertëve të dramave rajonal dhe atyre që mezi presin të gjejë një vesh për të dëgjuar rënkime, nuk kemi as pak problem të publikojmë marrëveshjen tripalshe. Marrëveshja e firmosur me 18 mars mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës përfshin bashkëpunimin në blerjen e kapaciteteve mbrojtëse, investime në teknologjinë ushtarake, si dhe koordinim në industrinë e mbrojtjes. Po ashtu, ajo parashikon trajnime dhe bashkëpunim në edukimin ushtarak, duke i ofruar Kosovës ndihmë dhe mbështetje në rrugën e saj drejt integrimit në NATO.